Përshëndetje të gjithëve, ndodhemi këtu në hyrjet e Drenasit, siç keni mund ta shihni edhe ju vetë, gjendja është mjaft e rënduar pas rreshjeve të shumta të shiut. Ne si institucione në bashkëpunim edhe me komunën, konkretisht këtu në komunën e Drenasit, edhe me komuna tjera, jemi duke bërë maksimumin tonë në mënyrë që i kemi aktivizuar të gjitha mekanizmat shtetëror, institucional, me të gjitha kapacitetet që i kemi në mënyrë që ta lehtësojmë sa më shumë këtë gjendje që është krijuar, po bëjmë gjithçka që është e mundur në mënyrë që të mos ketë pasoja të mëdha këto vërshime që po ndodhin në disa komuna, si këtu në Drenas me Malishev, në Rahovec, edhe në disa komuna tjera. Pra, jemi në teren, të gjithë operatorët ekonomik të angazhuar nga Ministria jonë janë në teren vazhdimisht 24 orë për të ndihmuar në çfarëdo situate që është e nevojshme. Zoti Durmishe, rrugë nacionale që janë në menaxhimin e ministrisë, çysh është gjendja aty, sepse e pam parë në Drenas, ka ujë në autostradë që e bllokon edhe qarkullimin në përgjithësi shumë prej Slatinës deri te porti i biznesit në Drenas ka kolona. Përgjithsisht rrugët nacionale, rajonale dhe autoudhët janë në gjendje më të mirë se sa në disa pjesë që janë rrugë lokale. Ka disa raste kur ne kemi intervenu te hyrja e aeroportit, zakonisht aty janë mbyllë këto kanalet e ujrave atmosferik, dhe është dashur me intervenu me njëherë me i zhblloku dhe tash është lehtësu dukshëm komunikacioni aty. Edhe për disa vende tjera është intervenuar kudo që ka pas nevojë, kryesisht problemet më të mëdha i kemi në disa vende ku edhe qytetarë të ndryshëm përmes ndërtimeve që i kanë bërë, i kanë blloku kanalet e trajtimit e ujrave atmosferik, të këto mandej po na shkaktojnë shumë probleme. Jemi duke intervenu me gjitha kapacitetet kudo që është e nevojshme që ta kalojmë këtë situatë sa ma lehtë që është e mundur. E kam edhe një pyetje sa i përket autostradës Ibrahim Rugova në pjesën e Suarekës, ku veç ka pas edhe një aksident, ka shitje të rrellë tashe sa kohë, çysh është gjendja dhe rrezikohet ajo pjesë. Një herë ka pas një anën e djathtë, tani në anën e majtë, çysh është situata aty? Janë disa rrshitje të cilat kanë ndodhur përgjatë autostradës Ibrahim Rugova, të cilat ne tash e kemi përfundu komplet projektin dhe kemi nisë procedurën e prokurimit për sanimin e të gjitha rrshitjeve në autostradën Ibrahim Rugova. E një prej tyre është edhe ajo rrshitja në mes të Suarekës dhe Prizrenit. Ne kemi bërë atje në njërën pjesë një muri si intervenim emergjent, mirë po tani do ta trajtojmë komplet autostradën përmes një kontrate të re që do të bëhet. Për sot, a ka rrezik për sot? Shif, rreziku ka jo vetëm aty, po ka edhe në vende tjera. Aty ne e kemi ndërprej komunikacionin në njërën anë, që edhe nëse do të ketë rrshitje nuk bllokohet qarkullimi, nuk bllokohet autostrada. Por se në të ardhmen, domethënë ne do ta trajtojmë komplet autostradën Ibrahim Rugova, për cilën veç i kemi filluar procedurën. Faleminderit shumë.
Rone vidi. Da, ose da hodit dhe tjeri po, së da këtë e branek. Sa bajraktar e mreje. Kanë mania, kanë marru në lëmë. Që është në se familje, të është në një katë bajraktarit. Do të më shku të komunë.